Në pranverën e vitit 1925, kur Shqipëria ende lëkundej me zakoneve shekullore dhe përpjekjeve për të bërë shtet i rregull, qyteti i vogël i Gjirokastrës jetonte në hijen e gurëve të rëndë dhe fjalëve të pashprehura. Shtëpitë e mëdha prej guri, të ndërtuara si kulla, ruanin brenda tyre jo vetëm pasuri e varfëri, por edhe histori martesash të detyruara, vajzash të dhëna pa pyetje dhe burra që konsideroheshin zotër të fateve të tjerëve. Në një nga këto shtëpi, në një rrugicë të ngushtë që zbreste drejt pazarit të vjetër, jetonte Mara Dervishi. Ishte 19 vjeçe, por vitet që kishte kaluar mes frikës dhe bindjes i kishin lënë në fytyrë një pjekuri të parakohshme. Sytë e saj, të errët dhe të heshtur, rrallë guxonin të shikonin për te oborit me mure të larta. Që fëmijë kishte mësuar se jeta e një vajze nuk i përkiste asaj, por familjes, zakonit dhe më pas burrit që do t'i caktoi. Babai i saj, Qazim Dervishi, ishte burri i njohur në qytet për ashpërsinë dhe fjalën e prerë. Kishte qenë dikur pjesë të qetave lokale dhe mbante ende mbi vete autoritetin e një njeriu që nuk kundërshtoi. Nëna Zylfia ishte grua e heshtur, me shpinë gjithmonë pak të përkulur, që fliste vetëm kur duhej dhe kur për gjëra që mund të sillnin telashe. Ajo e dinte fatin e Marës shumë përpara se vajza ta kuptonte vetë. Martesa ishte vendosur pa zhurmë, siç ndodhte zakonisht. Emri i burrit ishte përmendur fillimisht me zë të ulët, pastaj gjithnjë më shpesh, derisa u bë i pashmangshëm. Beqir Kodra ishte 10 vjet më i madh, tregtar druri dhe toke, njëri i pasur për standardet e qytetit, por i njohur për natyrën e tij të mbyllur dhe për një ftohtësi që friksonte. Askush nuk fliste shumë për të, dhe pikërisht kjo mungesë fjalësh e bënte edhe më të rënd praninë e tij në mendjen e Marës. Ajo nuk e kishte parë asnjëherë nga afër, vetëm siluetën e tij nga larg, një burr i gjatë me shpatulla të gjera dhe ecje të ngadalt, që dukej sikur çdo hap e kishte të menduar. Vetëm ideja se do të ishte bashkëshorti i saj e mbushte me një ndjenjë ngushtimi, si një derë që mbyllej pa kthim. Në atë kohë, frika nuk shprehej me lot apo fjalë, ajo fshihej në trup, në heshtje, në net pa gjumë. Dasma u bë sipas zakonit, pa pyetur zemrën e nusës. Qyteti mori vesh shpejt se vajza e Qazim Dervishit ishte martuar me Beqir Kodrën. Gratë e lagjes e shikonin Marën me një përzierje keqardhje dhe zili të heshtur. Martesa me një burr të pasur konsiderohej fat, edhe nëse vinte me frikë. Askush nuk pyeste nëse ajo ishte e lumtur, kjo nuk ishte pyetje që bëhej për gratë. Në shtëpinë e re, Mara u ndje vogël që në ditët e para. Muret e larta, dhomat e gjera dhe heshtja e rëndë e shtëpisë së Beqir Kodrës e bënin të ndjej si e huaj. Çdo zhurmë dukej se kishte pesh, çdo hap i saj dukej i gabuar. Frika që kishte ndjerë përpara martesës nuk u zbe, përkundrazi u thellua, u bë pjesë e përditshmërisë së saj. Beqiri ishte burr i fjalëve të pakta, i sjelljes së ftohtë dhe i një rregulli të hekurt. Ai nuk ngrinte zërin, por prania e tij ishte e mjaftueshme për të imponuar bindje. Mara jetonte me ndjesinë se çdo veprim i saj po vëzhgohej, se çdo gabim mund të kishte pasoja të pashpjegueshme. Në qytet filluan të qarkullonin thashetheme të zakonshme, por asnjë nuk parashikonte atë që do të ndodhte. Askush nuk e dinte se Beqir Kodra kishte në mendje diçka që nuk i ngjante asnjë zakoni të asaj kohe. Diçka që nuk ishte thjesht dhuratë martesore, por një veprim që do të trondiste jo vetëm Marën, por gjithë Gjirokastrën. Një gjestë që do të bënte qytetin të fliste me muaj të tërë dhe që do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si shihej kjo martesë. Dhurata ende nuk ishte zbuluar, por hija e saj tashmë kishte filluar të rëndonte mbi muret e gurta të qytetit. Në javët që pasuan martesën, jeta e Marës mori një formë të re, por jo domosdoshmërisht më të kuptueshme. Ditët rridhnin njësoj, të heshtura dhe të rregulluara sipas orarit të shtëpisë së Beqir Kodrës. Zgjimi bëhej herët, përpara se drita të përhapej mbi gurat e qytetit dhe mbrëmjet mbylleshin shpejt si të friksuara nga errësira. Mara mësoi të lëvizte budë, të mos linte gjurmë, të përshtatej me një hapësirë që nuk e ndjente të sajën. Shtëpia ishte e madhe, e ndërtuar me gur të trash, me një obor të brendshëm ku rritej një hardhi e vjetër. Ajo hardhi dukej sikur kishte parë shumë jetë të kalonin poshtë saj, shumë gra të vinin e të shkonin, shumë sekrete të mbeteshin të pashprehura. Mara e ndjente veten një prej atyre hijive që kalonin pa lënë shenjë. Çdo dhomë kishte erë druri të vjetër dhe lagështire, dhe çdo qoshe i dukej e ftohtë, sado që pranvera po afrohej. Beqir Kodra vazhdonte të ishte i njëjtë, i qetë, i rezervuar, po thuaj i padukshëm në lëvizjet e tij. Ai largohej shpesh herët në mëngjes dhe kthehej vonë, duke e lënë Marën vetëm me mendimet e saj dhe me shërbëtoren e moshuar të shtëpisë, një grua që fliste pak dhe shikonte shumë. Në këtë heshtje, frika e Marës nuk vinte nga ndonjë veprim i hapur, por nga ajo që nuk thuhej kurrë. Ajo kishte mësuar se mungesa e fjalëve mund të ishte më e rëndë se çdo qortim. Qyteti, ndërkohë, nuk rinte i heshtur.
Gratë e lagjes filluan të vinin për vizita sipas zakonit për të parë nusën e re dhe për të gjykuar fatin e saj. Ato shikonin me kujdes veshjen e Marës, mënyrën si ecte si mbante kokën ulur. Disa prej tyre përhapnin fjalë se ajo ishte me fat që kishte rënë në një shtëpi të pasur, të tjera psheretinin në heshtje, duke e ditur se pasuria nuk ishte gjithmonë shpëtim. Mara e ndjente veten të zhveshur nga çdo privatësi. Çdo shikimi i huaj duke si një peshë mbi shpinë. Ajo nuk kishte askënd me të cilin të ndante frikën e saj, as nënën, as ndonjë mikesh të vjetër. Në atë kohë, një grua e martuar pritej të përshtatej dhe të heshte. Çdo ankesë do të ishte turp për familjen e saj dhe për burrin që e kishte marrë. Në një mëngjes të ftohtë prilli, një lajm i çuditshëm filloi të përhapej nëpër qytet. Beqir Kodra, thuhej, po përgatiste diçka të pazakontë. Fillimisht askush nuk e mori seriozisht. Tregtarët në pazar flisnin për mallra, për çmime dhe për politika të largëta, por emri i Beqirit filloi të përmendej gjithnjë më shpesh, shoqëruar me hamendësime. Disa thoshin se kishte bler një tokë të madhe jashtë qytetit, të tjerë se po ndërtonte diçka që nuk ishte parë më parë në Gjirokastër. Mara e ndjeu ndryshimin përpara se të merrte vesh ndonjë gjë konkrete. Lëvizjet në shtëpi u shtuan, njerëz të panjohur hynin e dilnin nga obori, dhe Beqiri qëndronte më shpesh brenda i zhytur në mendime. Ai nuk i shpjegonte asgjë, dhe kjo e bënte frikën e Marës të rritej. Ajo kishte mësuar të preste të keqen, sepse zakonisht ajo vinte pa paralajmërim. Një pasdite, ndërsa dielli po zbriste pas maleve dhe qyteti mbulohej nga një dritë zbehet, Mara vuri re se disa burra po punonin në një pjesë të oborit që deri atëherë kishte qenë e paprekur. Ata gërmonin tokën me kujdes, si të ishin duke përgatitur diçka të rëndësishme. Ajo i shikonte nga dritarja, me zemrën që i rrihte fort, duke u përpjekur të kuptonte çfarë po ndodhte. Në ditët që pasuan, thashë themet u bën më të zhurmshme. Qyteti filloi të fliste hapur për dhuratën e martesës së Beqir Kodrës. Nuk ishte një stoli, as ar, as ndonjë sendi çmuar siç pritej zakonisht. Ajo që përflitej ishte diçka shumë më e madhe, diçka që nuk i përkiste vetëm një gruaje, por që prekte gjithë komunitetin. Kjo ide turbullonte Marën edhe më shumë, sepse ajo nuk e kuptonte se çfarë lidhje kishte ajo vetë me gjithë këtë zhurmë. Frika e saj nuk ishte më vetëm nga burri që nuk e njihte, por edhe nga ajo që ai po përgatiste në emrin e saj. Në një shoqëri ku gratë ishin shpesh vetëm simbole të nderit dhe të aleancave familjare, çdo veprim i pazakonti një burri bëhej shpejt temë gjykimi. Mara e ndjente se emri i saj po përmendej nëpër shtëpi të tjera, nëpër rrugica, në zëra që ajo nuk i dëgjonte, por i ndjente. Në mbrëmjet e gjata, ajo ulej pranë dritares dhe shikonte dritat e pakta të qytetit, duke u përpjekur të kujtonte jetën e saj përpara martesës. Ajo jeti duke tashme largët, po thuaj e huaj. Martesa nuk i kishte sjell vetëm një shtëpi të re, por edhe një identitet të ri, një peshë që nuk e kishte zgjedhur. Ndërkohë, përgatitjet vazhdonin. Punimet në obor u ndalën papritur dhe një heshtje e çuditshme u shtrim mbi shtëpinë e Kodrave. Kjo heshtje ishte më e rëndë se çdo zhurmë. Qyteti priste, dhe bashkë me të priste edhe Mara, me një ndjenjë se diçka e pakthyeshme po afrohej. Ajo ende nuk e dinte se ajo që po përgatitej nuk ishte vetëm një dhuratë për të, por një sfidë hapur ndaj zakoneve të vjetra të qytetit. Një veprim që do të nxirrte në dritë frikërat, hipokrizinë dhe paragjykimet e një shoqërie të tërë. Dhe në qendër të gjithë kësaj, pa e kërkuar kur, do të ishte ajo vetë. Në ajrin e rënduar të Gjirokastrës, pritja u bë pothuaj e padurueshme. Dhurata e martesës po afrohej drejt zbulimit, dhe askush nuk ishte gati për pasojat që ajo do të sillte. Në fillim të majit, kur qyteti kishte hyrë në një gjendje pritje të pazakontë, Gjirokastra dukej sikur jetonte me një frym të mbajtur. Në pazar, njerëzit flisnin më ulët se zakonisht, por sytë e tyre shikonin më shumë, kërkonin shenja, përpiqeshin të kuptonin se çfarë po përgatitej në shtëpinë e Beqir Kodrës. Çdo veprim i tij, çdo hyrje dhe dalje, kthehej në material për hamendësime. Në një vend ku gjithçka përcilli nga goja në gojë, misteri ishte ushqimi më i fortë për imagjinatën. Mara e ndjente këtë ndryshim edhe pa dalë nga shtëpia. Heshtja e mureve të gurta ishte bërë me trash, sikur po ruante një sekret që nuk donte të zbulohej para kohe. Ajo ecte nëpër dhoma me një ndjesi se po jetonte në mes të diçkaje që nuk e kuptonte dhe nuk e kontrollonte. Frika e saj nuk ishte më formën e zakonshme të ankthit të një nuseje të re, ishte kthyer në një ndjesi më të thellë, më të paqartë, sikur po afrohej një moment që do ta ndante jetën e saj në para dhe pas. Në ato ditë, ajo filloi të vërej detajet që më parë i kishin shpëtuar. Beqiri nuk ishte më thjesht i heshtur, ai duke i përqendruar, i vendosur, sikur çdo hap i tij ishte pjesë e një plani të menduar gjatë. Ai kalonte orë të tëra në një dhomë të mbyllur në pjesën e pasme të shtëpisë, ku askush tjetër nuk hynte. Mara nuk e dinte çfarë ndodhej aty brenda, por fakti që ajo dhomë ishte gjithmonë e mbyllur e bënte të ndjente një lloj frike instinktive.
Gratë e lagjes vazhdonin të vinin, por tani vizitat e tyre kishin një tjetër ngjyrim. Ato nuk vinin vetëm për të parë nusen e re, vinin për të marrë vesh diçka çfarë do të qoftë. Sytë e tyre vështronin oborrin dritaret, derën e madhe prej druri, sikur nga ato mund të dilte ndonjë shenjë. Mara e ndjente veten si një objekt vëzhgimi, jo si njeri me mendime e ndjenja. Ajo e kuptonte se, pavarësisht frikës së saj, qyteti ishte më interesuar për atë që po bënte burri i saj sesa për jetën e saj të brendshme. Një pasdite, ndërsa qielli ishte mbushur me re të rënda dhe ajri mbante erën e shiut të afërt, një karrocë e madhe u ndal përpara shtëpisë. Ishte një pamje e pazakontë për rrugisën e ngushtë ku banonin kodat. Karroca ishte mbuluar dhe shoqëruar nga dy burra që nuk ishin nga lagja. Lëvizjet e tyre ishin të shpejta dhe të heshtura, sikur nuk donin të tërhiqnin vëmendje, por kjo përpjekje vetëm sa e rriti kurreshtjen e njerëzve përreth. Mara e pa gjithçka nga dritarja, me zemrën që i rrite fort. Ajo nuk e dinte çfarë po sillnin, por ndjeu se ky ishte një moment i rëndësishëm. Burrat shkarkuan diçka të madhe, të mbështjell me pëlhur të trash, dhe e futën në obor me kujdes. Pasi karroca u largua, dera u mbyll dhe shtëpia u zhyt sërish në heshtje. Qyteti nuk vonoi të reagonte. Brenda pak orësh, fjala ishte përhapur se diçka e jashtëzakonshme kishte hyrë në shtëpinë e Beqir Kodrës. Askush nuk e dinte saktësisht se çfarë, por kjo mungesë e informacionit, vetëm sa i usheu thashë themet. Disa mendonin se bëhej fjalë për një pasuri të madhe, të tjerë për diçka simbolike, një gjest që kishte për qëllim të tregonte fuqinë dhe ndikimin e tij. Mara u ndje edhe më e izoluar. Ajo nuk kishte asnjë mënyrë për të marrë vesh të vërtetën, asnjë njeri të cilit i besonte mendimet e saj. Në netët e gjata, ajo shtrihej pa gjumë, duke dëgjuar zhurmat e shtëpisë, çdo kërcitje druri, çdo hap të largët. Mendja e saj krijonte skena që nuk i kuptonte, frikëra që nuk dinte si t'i përballonte. Në ditët që pasuan, Beqiri filloi të ftonte disa nga burrat më të njohur të qytetit. Vizitat e tyre ishin të shkurtra, por të shpeshta. Ata hynin në shtëpi me fytyra serioze dhe dilnin po aq të heshtur. Kjo lëvizje pazakont nuk kaloi pa u vënë re. Gjirokastra ishte mësuar me zakone të qarta, dhe çdo devijim nga to shihej me dyshim. Mara e ndjente se dhurata e martesës nuk ishte thjesht një çështje private. Ajo kishte marrë për masa që shkonin përtej mureve të shtëpisë së saj. Ajo e kuptonte, me një ndjesi të ftohtë, se emri i saj po lidhej me diçka që do të mbajë mend. Kjo e friksonte më shumë se gjithçka tjetër, sepse ajo nuk kishte kërkuar kurrë të ishte në qendër të vëmendjes. Një mëngjes, pas një nate me shi të dendur, Beqiri u largua herët dhe nuk u kthye deri në mbrëmje. Kur u kthye, shtëpia u mbush me një ndjesi pritjeje të pazakontë. Mara e ndjeu se momenti po afrohej. Ajo nuk e dinte se çfarë do të ndodhte, por e ndjeu se jeta e saj nuk do të ishte më e njëjtë pas asaj dite. Qyteti, i mbledhur në heshtje dhe hamendësime, priste gjithashtu. Askush nuk e dinte se dhurata e martesës së Beqir Kodrës do të bëhej një ngjarje që do të përmendej për vite me radhë, një veprim që do të nxirrte në pa kontrastet e ashpra mes zakonit dhe ndryshimit. Dhe në qendër të gjithë kësaj, ende e pavetëdijshme për peshën që po mbante, ishte Mara, një vajzë 19 vjeçare, e martuar kundër vullnetit të saj, që po qëndronte në prag të një të vërtete që do ta trondiste jo vetëm qytetin, por edhe vetë atë. Dita që pasoi erdhi me një qetësi të rreme. Qielli ishte i kthjellët, ajri mbante ende freskinë e shiut të një nate më parë dhe qyteti dukej sikur po përpiqej të sillej normalisht. Por nën këtë sipërfaqe të zakonshme, gjithçka ishte në pritje. Gurët e rrugëve, muret e shtëpive, sytë e njerëzve, të gjitha dukeshin të ndjeshme ndaj asaj që po afrohej. Në shtëpinë e kodrave, Mara u zgjua me një ndjenjë rëndëse në gjoks. Nuk ishte një ndjesi e re, por atë mëngjes kishte diçka më shumë, një parandjen e qartë se ajo ditë nuk do të ishte si të tjerat. Ajo u përposhtë të kryente veprimet e saj të zakonshme me kujdesin e zakonshëm, por duart i dridheshin lehtë, sikur trupi i saj e dinte diçka që mendja ende nuk e kishte përpunuar. Beqiri u kthye herë atë ditë. Prania e tij mbushi shtëpinë me një energji të ndryshme, më të fortë, më të vendosur. Ai nuk qëndroi gjatë brenda, por u drejtua me një herë nga obori. Pak më vonë, disa burra hyn njëri pas tjetrit, të veshur thjesht, por me një qëndrim serioz që i dallonte nga vizitorët e zakonshëm. Ata lëviznin me kujdes, si njerëz që e dinin se po merrnin pjesë në diçka që do të mbajë mend. Mara i shikonte nga larg, nga një kënd i shtëpisë ku mendonte se nuk binte në sy. Ajo nuk dëgjonte fjalë, por shihte gjesta, lëvizje, shenjat që i dukeshin të ngarkuara me domethënie. Burrat u mblodhen rreth diçkaje të mbuluar në obor, diçkaje që ajo e kishte parë të hynte ditë më parë. Pëlhura u hosh ngadalë dhe, edhe pse Mara nuk mund ta shihte qartë, e ndjeu se ajo që po zbulohej kishte një peshë të veçantë. Lajmi u përhap më shpejt se çdo lajm tjetër më parë. Brenda pak orësh, pazarit i mungonte zhurma e zakonshme e tregtisë,
bisedat ishin zhvendosur në një temë të vetme. Beqir Kodra kishte bërë diçka që askush nuk e kishte pritur. Dhurata e tij e martesës nuk ishte as stoli, as tokë për vete, as një gjë i zakonshëm për të treguar pasuri. Ajo që ai kishte përgatitur ishte një veprim që dilte jashtë çdo zakoni të njohur. Në oborrin e shtëpisë së tij, Beqiri kishte ngritur themelet për një shkollë të vogël, të hapur për vajzat e qytetit. Jo një godinë madhështore, por një hapësirë e menduar për mësim, për shkrim e lexim, për dije që deri atëherë u ishte mohuar shumicës së vajzave. Ky veprim, i bërë në emër të martesës së tij, ishte një sfidë hapur ndaj mënyrës se si shoqëria e asaj kohe shihte rolin e gruas. Kur kjo u bë qartë, qyteti u trondit. Disa e quajtën një çmenduri, të tjerë një firje ndaj zakoneve. Kishte nga ata që e shihnin si një shenjë krenarie të tepruar, si një përpjekje për t'u dalluar mbi të tjerët. Pak ishin ata që guxonin ta shihnin si diçka pozitive. Në një shoqëri ku vajzat martoheshin herët dhe jeta e tyre kufizohej brenda mureve të shtëpisë, ideja e një shkolle për vajza ishte e rrezikshme. Mara e mori vesh gjithçka nga fragmentet e bisedave, nga lëvizjet e pazakonta, nga mënyra si shërbëtorja e shtëpisë shikonte me një përzierje habie dhe respekti të ri. Ajo ndjeu një tronditje të thellë, jo vetëm për shkak të asaj që po ndodhte, por sepse kjo dhuratë e lidhte drejt për drejt me diçka që ajo nuk e kishte imagjinuar kurrë. Frika që kishte ndjerë për Beqirin filloi të ndryshonte formë. Nuk u zhduk, por u përzie me konfuzion dhe me një ndjenjë të paqartë mirënjohje që ajo nuk guxonte ta pranonte as ndaj vetes. Qyteti reagoi ashpër. Burrat e vjetër mblodhen kokat dhe shprehen pakënaqësinë e tyre. Gratë flisnin me zë të ulët, disa me admirim të fshehur, të tjera me frikë se kjo nismë do të sillte telashe për të gjithë. Emri i Marës u përmend gjithnjë më shpesh, jo më si vajza e dhënë në martesë, por si simboli një ndryshimi që askush nuk e kishte kërkuar hapur, por që shumë e kishin menduar në heshtje. Për Marën, ky zbulim ishte një tronditje e brendshme. Ajo filloi të kuptonte se burri që ajo kishte pasur frikë të njëjtë nuk ishte thjesht një figurë e errët dhe e ftohtë. Ai ishte një njeri që kishte zgjedhur të vepronte kundër rrymës, duke përdorur martesën e tij si një mjet për të hapur një rrugë të re. Kjo nuk e ndryshoi menjëherë mënyrën se si ajo ndihej, por hapi një çarje të vogël në murin e frikës që ajo kishte ndërtuar rreth vetes. Ndërsa ditët kalonin dhe punimet për shkollën vazhdonin, tensioni në qytet u rrit. Kishte kundërshtime, por kishte edhe kurreshtje. Vajzat e reja shikonin nga larg, me sytë që u ndizeshin për herë të parë nga një ide e re. Nënat i shikonin me frikë dhe shpresë njëkohësisht. Mara, e vendosur në qendër të kësaj stuje të heshtur, filloi të ndjente se jeta e saj po merrte një drejtim të paparashikuar. Ajo ende kishte frikë, por tani frika nuk ishte më e verbër. Ajo ishte e përzier me një ndjenjë të re, të paqartë, që i ngjante fillimit të një kuptimi. Dhurata e martesës kishte tronditur qytetin, por kishte tronditur edhe botën e brendshme të Marës, duke i treguar se ndoshta, në hijen e zakoneve të ashpra, mund të lindte diçka që ndryshonte gjithçka. Në gjirokastrën e viteve 20, asgjë nuk do të ishte më si më parë. Dhe Mara e dinte, edhe pse nuk e thoshte me zë se ajo ishte bërë pjesë e një historie më të madhe se frika e saj. Pas zbulimit të asaj që po ndërtoi në oborrin e shtëpisë së Kodrave, qyteti nuk e gjeti më qetësinë që kishte njohur për vite me radhë. Gjirokastra ishte mësuar me ndryshime të ngadalta, pothuaj të padukshme, por kjo që po ndodhte ishte e menjëhershme dhe e hapur. Gurët e rënd të shtëpive dukeshin sikur po dëgjonin biseda që përhapeshin nga një lagje në tjetrën, nga një sofër në tjetrën, duke u ngarkuar me një peshë të re, më të rënd se zakonisht. Punimet për shkollën vazhdonin çdo ditë, pavarësisht zërave kundërshtues. Beqir Kodra nuk e ndali asnjëherë ritmin. Ai sillte mjeshtër nga qytetet të tjera, burrat që punonin në heshtje dhe largoheshin pa lënë shumë gjurmë. Çdo tull që ngrihej, çdo trar që vendosej, duke sikur sfidonte drejt për drejt një mënyrë jetese të tërë. Për disa, kjo ishte shenjë guximi, për të tjerë shenjë rreziku. Mara e shikonte gjithçka nga brenda, si dikush që ndodhej në qendër të një rrethi që po zgjerohej gjithnjë më shumë. Ajo vazhdonte të jetonte në shtëpinë e saj, të kryente detyrat që i takonin, të lëvizte me po atë kujdes që kishte mësuar që fëmijë. Por brenda saj, diçka kishte filluar të ndryshonte. Frika nuk ishte zhdukur, por nuk ishte më e vetmja ndjenjë që e shoqëronte. Tani kishte edhe një lloj kurreshtjeje të ndaluar, një dëshirë për të kuptuar pse burri i saj kishte zgjedhur pikërisht këtë rrugë. Ajo filloi të kujtonte fjalë të vjetra që kishte dëgjuar si fëmijë, për burrat që kishin sfiduar zakonet dhe ishin dëshkuar për këtë. Nëna e saj kishte folur dikur për gratë që kishin dashur të mësonin shkrim e lexim dhe ishin quajtur të padenja. Këto kujtime i vinin tani si hije, duke u përzier me pamjen e murit të ri që po ngrihej në obor. Mara e ndjente se ajo shkollë nuk ishte thjesht një ndërtesë, ishte një shenjë dukshme, një ideje që nuk mund të fshihej më. Qyteti reagoi në mënyra të ndryshme. Në xhami dhe në oda burrash,
u fol për rrezikun e prishjes së rendit. Disa burra të vjetër e shihnin veprimin e Beqirit si një fyerje personale, si një sfidë ndaj autoritetit të tyre moral. Një shkollë për vajza ishte për ta një hap drejt një të panjohure të frikshme. Por kishte edhe në ata që nuk flisnin hapur, por mendonin ndryshe. Tregtar të rinj, burra që kishin udhëtuar jashtë qytetit, që kishin parë vende të tjera dhe mënyra të tjera jetese. Ata e shihnin këtë veprim si një shenjë të kohës që po ndryshonte. Ata nuk e mbronin hapur Beqirin, por as nuk e kundërshtonin. Heshtja e tyre ishte një formë mbështetjeje e fshehtë. Mara filloi të ndjente peshën e emrit të saj në këtë përplasje. Ajo e kuptonte se në sytë e shumë njerëzve, kjo shkollë nuk ishte thjesht vepra e Beqir Kodrës, por edhe një reflektim i martesës së tij. Ajo ishte bërë, pa e dashur, fytyra e një ndryshimi që askush nuk ja kishte kërkuar mendimin. Kjo ndjenje rëndonte, por njëkohësisht e bënte të ndjejë ndryshe nga më parë, sikur ekzistenca e saj kishte marrë një kuptim të ri, edhe pse të rrezikshëm. Në shtëpi, marrëdhënia me saj dhe Beqirit mbeti e ftohtë, por jo armiqësore. Ai nuk i kërkoi mendimin, as nuk e përfshiu drejt për drejt, por mënyra si e trajtonte kishte ndryshuar lehtë. Nuk ishte më thjesht prania e një burri që impononte heshtje, kishte një respekt të heshtur të partikuluar që Mara e ndjente pa e kuptuar plotësisht. Kjo e hutonte, sepse ajo nuk ishte mësuar të shihej si dikush që meritonte respekt. Ndërsa ndërtesa po merrte formë, filluan edhe kundërshtit më të hapura. Disa familje ndaluan vajzat e tyre të kalonin pranë shtëpisë së Kodrave. U dëgjuan fjalë për mallkime dhe paralajmërime. U përhap ideja se kjo shkollë do të sillte fatkeqësi, se do të prishte balancën e brishtë të qytetit. Këto zëra e bënin Marën të ndihej edhe më e pasigurt. Ajo kishte frikë jo vetëm për veten, por edhe për atë që mund të sillte kjo nismë për jetën e saj. Megjithatë, kishte edhe shenja të tjera, më të vogla, por domethënëse. Vajzat e reja ndaleshin përpara oborrit dhe shikonin nga brenda me sytë plot kurreshtje. Disa nëna i tërhiqnin me nxitim, të tjera qëndronin pak më gjatë, duke e fshehur interesin e tyre pas një fytyre të ashpër. Këto momente të vogla i jepnin Marës një ndjenjë të re, një ide se ndoshta ajo që po ndodhte kishte një kuptim më të thellë se sa thjesht një dhuratë martësore. Netët e saj mbeten të gjata dhe të mbushura me mendime. Ajo shpesh ndronte zgjuar, duke dëgjuar zhurmat e largëta të qytetit, duke menduar për jetën që kishte humbur dhe për atë që po formohej përpara saj. Martesa e saj, e nisur me frikë dhe detyrim, po shndërrohej në diçka që ajo nuk e kishte parashikuar. Kjo e tremte, por njëkohësisht i hapte një dritare të vogël shpresë. Gjirokastra vazhdonte të jetonte mes kundërshtive dhe pritjes. Shkolla po ngrihej, gur pas guri, dhe bashkë me të po ngrihej edhe një pyetje që askush nuk guxonte ta bënte hapur, a mund të ndryshonte vërtet diçka? Dhe në qendër të kësaj pyetjeje, ende e heshtur dhe e pavendosur shndronte Mara, një grua e re që po mësonte pa libra dhe pa mësues, se frika mund të bashkëtonte me shpresën, dhe se ndonjëherë ndryshimet më të mëdha fillonin në mënyrën më të dhimbshme. Pas muaj shpritjeje dhe zhurmash të heshtura, shkolla u përfundua. Ishte një ndërtesë e thjeshtë, me mure të bardha dhe dritare të mëdha, por që mbante brenda vetes një simbolik që nuk mund të injorohej. Në qytet, ajo ngjalli emocione të përzira, disa e urenin për sfidën ndaj zakoneve, të tjerë e admiruan për guximin dhe përpjekjen për të hapur një rrugë të re për vajzat. Mara qëndronte në prag të shkollës, duke parë për herë të parë frutat e një veprimi, që nuk e kuptonte plotësisht kur kishte filluar. Ajo e ndjente brenda saj një lloj tronditjeje, frika e dikurshme ndaj Beqirit kishte filluar të ndryshonte. Ai nuk kishte qenë thjesht burri që impononte heshtje, por njeriu që kishte zgjedhur të përdorte martesën e tij për diçka që shkelte kufit e zakonit dhe e trondiste qytetin. Kur vajzat e para u shfaqën në obor, shikimi i tyre i kurreshtur dhe i gjallë përplasjes me sy të Marrës shkaktoi një ndjenjë të re brenda saj. Ajo kuptoi se tani kishte diçka për të mbrojtur, diçka më të madhe se frika personale. Çdo hap i vogël i vajzave ishte një hap drejt një bote të re, dhe Mara filloi të ndiej pjesë e këtij ndryshimi. Në qytet filluan të qarkullojnë histori për atë që kishte bërë Beqir Kodra, por tani nuk ishin më thjesht fjalë për një martesë të detyruar. Ato ishin tregime për guxim, për sfidë ndaj zakoneve dhe për një hap drejt së ardhmes. Fjala për dhuratën e tij kishte ndryshuar perceptimin e njerëzve mbi martesën dhe mbi mundësitë e grave të reja. Mara, e martuar në një moshë të re dhe fillimisht e mbushur me frikë, kuptoi se ajo ishte pjesë e një historie më të madhe. Frika e saj nuk ishte zhdukur plotësisht, por kishte marrë një formë tjetër, respekt dhe një ndjenjë përgjegjësie. Ajo mësoi se një veprim i guximshëm mund të ndryshojë më shumë se një jetë të vetme, se mund të sfidojë qytetin dhe zakonet, dhe se ndonjëherë, dhurata më e madhe nuk ishte pasuria apostoli, por mundësia për të hapur rrugë për të tjerët. Në atë pranverë të largët të viteve 1920, ndërtesa e shkollës dhe prania e Marës në të u bën një simbol i heshtur, por i fuqishëm.
Një grua e re, e martuar kundër vullnetit të saj, kishte përjetuar frikën, pasigurinë dhe tronditjen, por po mësonte gjithashtu se fuqia e veprimit të menduar dhe e guximit mund të trondiste jo vetëm qytetin, por edhe botën brenda saj. Dhe kështu, në heshtjen e gurëve të Gjirokastrës, dhurata e Beqirit kishte krijuar jo vetëm një shkollë, por një histori që do të mbajë mend për breza. Mara qëndroi në obor, duke parë vajzat që hynin në dhomë, me fytyrat e ndriçme dhe syt plot kurreshtje. Ajo kuptoi se frika e saj kishte ndryshuar formë, tani ishte një forcë që shtinte përpara. Dhe ndërsa dielli perëndonte mbi qytetin e vjetër, ajo e ndjente brenda vetes një diçka që nuk e kishte ndjer kurrë më parë, një lloj lirie e fituar në heshtje, por më e fuqishme se çdo pasuri tjetër, e njëjta liri që do të lejonte gjithmonë që historia e saj të mbahej gjallë.